Në mjediset ambienteve të bukura të Abi Qershia, sot është mbajtur edicioni 3 i shkollës digjitale të Prizrenit, Prizren Code Fest, ku me këtë rast nga 150 konkurrues të shkollës digjitale në Prizren, 13 nxënës në 4 kategori janë finalist që sot në këtë festival do të paraqisin edhe prezantimet e tyre. Sipas së drejtorit të kësaj shkolle digjitale, Florian Piraj, shkolla ka rreth 500 nxënës që arrin të mësojnë njohuritë e reja digjitale, ku në këtë shkollë mësohet nga niveli konceptit bazik deri tek niveli profesional dhe mosha këtyre nxënësve fillon nga mosha 8 deri në moshën 18 vjeçare dhe pastaj ka vazhduar. Faktikisht sot jena në edicionin e 3 të Prizren Code Festit, i cili tashmë po bëhet tradicional në këtë qytet, ku qëllimi pse po organizojmë është realisht me i promovu fëmijët dhe të rinjt me aktivitetet e tyre në botën e teknologjisë. Ne si shkollë ofrojmë kurse të programimit kompjuterik, kështu që sot e kena një datë finale ku fëmijët i prezantojnë të arriturat e tyre në këtë fushë realisht. Realisht kanë aplikuar mbi 150 nxënës me projektet e tyre, kurse në finale sot është finalja e madhe ashtu që e quajmë na. Zakonisht jena 4 kategori të ndryshme, të cilët prezantojnë nga 3 finalistë në secilën prej kategorive. Përkatësisht secili prej finalistëve do të jetë përfitues ose i bursave ose shpërblimeve përkatëse që ne si shkollë i ofrojmë. Qëllimi i aktivitetit nuk është vetëm i promovu këta nxënës që janë në finale, mirë po me bëni garë të brendshme parasysh se teknologjia po ecë me ritme të shpejta, edhe ne duhet të qëndrojmë mbrapa duke i motivuar të rinjt edhe fëmijët për me mësu teknologjinë në baza ditore, jo vetëm në lëndë cimore që mësojnë pak orë në për shkollat e tyre. Për momentin shkolla e ka 500 nxënës që mësojnë në baza javore i ndjekin mësimin në shkollën digjitale, në nivele prej nivelit bazik deri në atë profesional, dhe gjithashtu mosha e pjesëmarrësve ose nxënësve tonë është nga mosha 8 vjeçare deri në moshën 18+. Sa ka të interesuar se ju e thatë që është një rrët përshim? Ka më shumë të interesuar për këtë shkollë? Realisht na mbajmë aktivitete edhe për shkolla publike duke u promovuar dhe duke treguar se çka është teknologjia dhe pse është e mirë të mësohet teknologjia, kështu që shohim çdo ditë rritje të interesit në këtë fushë, dhe qëllimi jonë është t'ju ofrojmë kushte sa më të mira fëmijëve të qytetit Prizrenit në mënyrë që ata të kenë çësje në mësimin e teknologjisë me mjetet edhe më të rendi, me profesorët më të kualifikuar dhe me ambientin përkatës që meritojnë ata me pas në këtë fushë. Unë fillimisht duhet t'i falenderoj gjithë stafin e shkollës, parasysh se kjo është organizimi i mrencëm që e bëjmë i shkollës dhe me vetë iniciativë, duke i falenderuar gjithashtu dhe sponsorët që e mbështesin këtë aktivitet, mirë po ne si aktivitet fillojmë realisht para 2 muaj me organizu dhe shkojmë në faza të ndryshme. Kjo është vetëm ajo faza finale që na po e shohim. Edhe unë i kisha simulu dhe i kisha mbështet dhe i kisha promovu të gjithë të rinjt cilët janë pasionant ndaj teknologjisë, parasysh se e ardhmja është në teknologji, kështu që çdo ditë që na nuk mësojmë teknologji është vetëm vonesë për të rinjt tonë, cilët dojnë me qenë prej të parëve në botën e teknologjisë. Kurse ne kemi biseduar edhe me njërën nga këto finaliste, Hare Ozunaj, e cila u shpreh se kjo shkollë ka bazament të shkëlqyeshëm për të arritur dije në shkencën digjitale. Unë sot do të prezantoj një projekt në front-end dhe janë shumë për mua kjo vlen shumë, për arsye se kam ndjekur këtë shkollë që disa vite dhe arritja ime këtu vlen shumë për mua. A mendoni se kjo është një shkollë perspektivës dhe cili do të ishte mesazhi yt? Po, patjetër. Mesazhi im për të tjerët do të ishte që sa më shumë që dëshirojnë që të arritin diçka në jetën e tyre, do të jenë aq më mirë për ta. Fituesit e kësaj gare marrin bursa si dhe shpërblime përkatëse, derisa post vetë shkollës digjitale, sponsor të këtij edicioni ishin edhe Fabrika Liri, Meka, Ëmbëltoria Beli dhe sponsor general i këtij edicioni ishte Abi Qershia. Interesimi i nxënësve dhe prindërve të kësaj shkolle ishte shumë i madh për këtë edicion.